Tash si të premtuar dhe jashtë, do të qeras me diçka. Fiks mjep në një gjë për të pirë se Po, patjetër. ujin e piva. Tani dua lëngun. Shumë faleminderit. Mirë se të gjeta edhe një herë. Shumë faleminderit Jasmina. Ta vendosim këtu se. Tani Jasmina do më thuash pak se çfarë të pëlqen më shumë të bësh në shtëpi? Ku ke qef më shumë të rish? Te dhoma jote apo? Jo në dhomën time, me familjarët, të kaloj kohë me familjarët, me vllajën, me motrat. Se unë për shumë personalisht kam qef më shumë, nga gjithë shtëpia kam qef dhomën time, krevatin tim, të flej gjumë, të qetësohem. Se ti është kështu për ty apo? Siç të thash, kaloj kohë me familjen, me vllajën. Tani me vllajën normal se vllai është pika ime e dobët dhe siç e pava dhe jashtë kamerave që Po, në fakt e pas, ishte gjesh një kohës për jashtë mbas kamerave, dhe tani mbas kamerave është. Po. Për as shef. Ju se dini, unë nuk e shifni, po vllajën e ka shumë të mirë, e ka shumë kurioz se çfarë po bëjmë ne, i duket shumë interesante, se ka pak të vogël, edhe nuk e kupton edhe shumë mirë se çfarë ide kemi dhe çfarë po bëjmë ne. Po që Jasmina, si ke marrë dorën me vllajën? Mirë? E ke pikën e dobët, më the pak më parë. Të lek shumë rehat apo është? Po. Është gjithë kohës mbas teje? Po, gjithmonë mbas teje, me mua, në çdo hap, kur e kam atë afër, domethënë ndihem vajza më e lumtur.